بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Me emrin e Allahut të falenderojmë vetëm prej Tij, ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, të cilin do që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë, as kush tjetër përveç Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, e mbi çdo besimtar që ndjek dhe pason rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Vazhdojmë me akiden e Qayrawanit, të cilin e ka përmbledh Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, Allahu e mëshiroft, në fjalën e tij kur thot: "Wa anna ash-shuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, wa arwahu ahli as-sa'adati baqiyatun na'imatun ila yawmi yub'athun, wa arwahu ahli ash-shaqawati mu'adhabatun ila yawmi ad-din." Thot Allah mëshiroft, dhe se dëshmorët janë të gjallë dhe tek Zoti i tyre po furnizohen, dhe që shpirtrat e njerëzve të lumturisë janë në mirësi deri në ditën që të ringjallen, ndërsa shpirtrat e njerëzve të dëshpërimit alaykum salam do të dënohen deri në ditën e gjykimit. Faktikisht temën që flet për shpirtrat e dëshmorëve e kemi të cek më herët, mirë po shkurtimisht për ta rikujtuar, këtu autori po flet për një jetë, për jetën e barzahut, e cila është jetë e vërtetë, të cilën nuk e di realitetin e saj vetëm se Allahu Azza wa Jall. Dhe kanë ardhur hadithet, të cilat sqarojnë se shpirtrat e dëshmorëve janë në trupat e zogjve jeshil dhe marrin prej mirësive të xhenetit, dhe se besimtarve do t'ju jepet domethënë në jetën e barzahut, pra shtretër prej xhenetit, dhe do t'i hapen atyre dyer nga xheneti dhe do t'i vinë prej mirësive, pra erës mirë dhe freskisë së xhenetit, dhe do t'i hapet atij varri aq sa shkon shikimi i tij, ndërsa jo besimtari do t'i jepet atij shtrat prej zjarri, do t'i hapet atij një derë për në xhehenem, do t'i ngushtohet varri derisa t'i bashkohen ose t'i përzihen brinjët me njëra tjetrën, dhe ndryshimi që ka banori i xhenetit dhe banori i xhehenemit dallohet që në barzah, që në jetën e varrit. Ky provim që ne po e jetojmë në këtë botë, rezultati faktikisht merret që në stacionin e parë mbas jetës kësaj bote. Dhe përfundimi do jetë mbas të atij rezultati që e marrim në jetën e barzahut. Vazhdon Allah mëshiroft thot: "Wa annal mu'minina yuftanuna fi quburihim wa yus'aluna. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah." Thot, dhe se besimtarët do të sprovohen në varret e tyre dhe do të pyeten, dhe Allahu i forcon ata që kanë besuar me fjalën e drejtë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Thot Allah mëshiroft, besimtarët do të sprovohen. Faktikisht sprova është për të gjithë njerëzit dhe jo për besimtarët në varr. Kanë ardhur hadithet për sprovën dhe pyetjen që do t'i bëhet njeriu në varr. Transmeton Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha në hadithin e kusufit, pra të eklipsit, të namazit të eklipsit, ku profeti alayhi salatu wassalam i tregon që në këtë pozicion për në namaz, ai ka parë, Allahu subhanahu wa taala i ka treguar shumë, kam parë xhenetin dhe xhehenemin, thot. Dhe prej gjërave që ka parë dhe pyetjen që do t'i bëhet njeriu në varr.
që do t'i vinë me lajket dhe ka përqen sprov e rënd, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe thot është e përafërt, pra transmetuesi nuk është i sigurt, a ka thënë e përafërt apo ka thënë e njëjtë me sprovën Mesihut Dejjal, me sprovën e Dejjalit. Pra sprovë e rënd, pyetja që do t'i bëhet besimtarit në varr, ka për ta pyet kush është, pra thot profeti sallallahu alaihi wasallam që do t'i thot kush është ky burr i cili ju ka ardhur juve. Besimtari do thot ai është Muhamedi, i dërguari i Allahut, na ka ardhur me të vërtetën dhe me udhëzimin. Dhe ne ju bindëm dhe e pasuam. Ndërsa jo besimtari ose munafiku ose personi që ka pas dyshime, kur të pyetet, ai do thot nuk e di. Kam dëgjuar njerëzit që kanë thonë edhe unë kam thonë, siç kanë thonë njerëzit, po nuk e di. Pra nuk do jetë i sigurt në përgjigjen e tij. Në Sahihun e Buhariut nga El-Bara ibn Azib thot se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, muslimani kur të pyetet në varr do të dëshmojë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, dhe kjo është fjala e Allahut kur thot yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Se Allahu i forcon ata që kanë besuar me fjalën e drejtë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Në Musnedin e Imam Ahmedit, po nga El-Bara ibn Azib radiallahu anhu, një hadith gjatë, thot i vinë besimtarit dy melajke dhe ulen tek ai dhe i thojnë kush është Zoti jot? Besimtari thot Zoti im është Allahu. Pastaj e pyesin kush është feja jote? I thon feja ime është Islami. Dhe i thojnë kush është ky burr i cili është dërguar tek ju? Dhe ato i thojnë, dhe besimtari i thot ai është i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu besimtarit kur i ulen e pyesin kush është Zoti jot? Ai thot ha nuk e di. E të njëjtën gjë thon edhe kur pyetet kush është feja jote dhe kush është ky burr i cili është dërguar tek ju. Ai thot nuk e di, e besimtari. Në Musannefin e Abdur Razakut nga Ibn Jurayj thot më ka treguar Ebu Zubair se ka dëgjuar Jabir ibn Abdillahun të thot ky umet ka për të sprovu në varr. Pra në varret e tyre, kur besimtarit futet në varr, edhe shokët e tij të largohen, atij i vjen një melek që ka, domethënë është i vrazhd. I vjen një melek i vrazhd. Edhe e pyet. Çfarë ke thënë për këtë burr? Profetin pra. Besimtari thot, unë them se ai është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe robi i tij. Pastaj meleku i tregon vendin që e kishte në zjarr e thot Allahu ta ka zëvendësu me këtë vendin në xhenet. Edhe thot ky do të jetë vendi jot për gjithmonë. E kundërta jo besimtarit, kur ta pyesi çfarë thu për këtë person, ai thot nuk e di, i tregon ky do të ishte vendi jot në xhenet, e tani Allahu ta ka zëvendësu me këtë vendin në zjarr. E ky do të jetë vendbanimi jot për gjithmonë. Transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur dikush nga ju të bëjë tashahhud, ti kërkoj mbrojtje Allahut prej 4 gjërave dhe të thotë Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Pra thot Allah, o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde prej dënimit të zjarrit
dhe prej dënimit të varrit, dhe nga sprova e jetës dhe vdekjes. E vdekjes ka për qëllim edhe sprova gjatë marrjes shpirtit, domethënë që ta kaloj njeriu me sukses, po edhe pyetjet në varr. Edhe nga sherri i fitnes Mesihut Dejjal. Pra, këto 4 gjëra kanë nxit profeti sallallahu alaihi wasallam që të bëhet dua, dhe faktikisht kjo është prej duave të shahudit. Pra para se të japësh selam, bëhet kjo: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Edhe jep selam. Dhe kjo është dua, domethënë, është prej duave të mira që mirë është muslimani ta mësojë, ta bëjë në namazin e tij. Këto 3 pyetjet që kanë ardhur në varr i ka përmend janë përmend në hadithin Abbas ibn Abdul Muttalib, transmeton Imam Muslimi, thot se ka dëgjuar, pra Abbas e kam dëgjuar profetin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam thot, e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit ai i cili është i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhammedin alayhi salatu wassalam si të dërguar. Pra, këto 3 çështje, do thonë, janë çështje të bazë, sikur se thamë që njeriu do të pyetet për këto gjëra në varr. Këto janë çështje të bazë. Njofësh Allahun, ta njofësh fen tate, aq sa duhet për të adhuruar Zotin, e të njofësh profetin i cili është ura lidhse midis teje dhe Allahut. Allahu atë zgjodhi që të ta sjell ty këtë fe. E ti nuk e adhuron dot Allahun vetëm se nëpërmjet asaj që ta ka sjell ty profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. E dietarët kanë shkruar libra faktikisht, e prej librit prej librave më të njohur është libri 3 parimet i Muhammed ibn Abdul Wahhab. Është libri që këshillohet, domethënë, për nxënësin e dijes, po edhe për, domethënë, atë që nuk është nxënës dije, duhet i di, janë çështje bazë që duhet i di çdo musliman. Pasi këto 3 pyetje ka për të pyetur në varr. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft, thot: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. Thot, dhe se robërit kanë melajket të cilët ruajnë dhe shkruajnë veprat e tyre. Dhe kjo, domethënë, e gjitha kjo është në dijen e Zotit. Dhe se meleku i vdekjes merr shpirtrat e njerëzve, domethënë krijesave, me lejen e Allahut. Këtu do të përmendim 3 çështje. E para është se imani i melajkeve, pra për melajket, është një nga shtyllat e imanit, sikurse e kemi në hadithin e Xhibrilit, kur e pyet çfarë është imani, i tregon shtyllat e imanit. Dhe melajket janë krijesa prej drite. Pra, ajo që kemi për detyrë është duhet besojmë për melajket si krijesa, domethënë, që Allah i ka kriju prej drite dhe që nuk i bëjnë, domethënë, mëkat, nuk e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala në asnjë moment dhe se i binden atij në çdo urdhëresë. Ky është besimi, domethënë, i përgjithshëm. Ndërsa besimi specifik, çdo gjë që na vjen në Kur'an apo në Sunet për emrat e tyre, për punët e tyre, kështu me radhë, ne e besojmë besim specifik. Pra ato janë krijesa prej drite. Transmeton Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, janë krijuar melajket prej drite dhe janë krijuar xhinët prej zjarrit dhe është krijuar Ademi prej asaj çfarë ju është cilësuar juve, pra prej asaj çfarë ju është cilësuar në Kur'an. Çfarë ju ka ardhur në Kur'an? Thotë Allahu, e kam krijuar njeriu prej baltës e kështu.
Ky është kuptimi i fjalës profetit për asaj që ju është cilësuar juve. Allahu thot se me lajket janë krijesa pra prej drite dhe kanë krah. Thot Allahu, elhamdulillahi fatiri s-samawati wal ard, ja'ili l-malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Falënderimi takon Allahut krijuesit të qiellit dhe tokës, i cili i ka bërë me laiket të dërguar me krah 2, 3, 4. Allahu shton në krijim aq sa do. Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Dhe sikur se e dini, Xhibrili alayhis salam ka 700 krah. Ka 600 krah. Sikur se në ka ardhur ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi në hadithe, pra për formën kur i ka shkuar e profetit alayhis salatu wassalam ditën që ju shfaq atij. Me lajket për cilësive tyre është që ato mund t'i shkojnë njerëzve në formë njeriu. Dhe kjo na ka ardhur faktikisht sikur se i ka shku profetit, sikur se i ka shku Xhibrili alayhis salam profetit sallallahu alaihi wasallam në formën e një burri që të tjerë nuk e njihnin. Pra me flokë zeza, me robë bardhë, siç ka ardhur në hadithin e Xhibrilit. Dhe me lajket janë krijesa të shumta. Numrin e tyre nuk e din vetëm se Allahu Azza wa Jall. Pra, argumentet na tregojnë se me lajket janë shumë në numër. Janë shumë. Prej tyre është se në Beitul Ma'mur, pra që qëndron mbi Qaben, pra jo në qiellin e dynjas, po çdo ditë futen aty 70.000 me lajke për të mos u kthyer më. Futen, dalin dhe çdo ditë futen 70.000 tjera. Pra dhe kjo vazhdon, domethënë dhe numrin e me lajkeve e di vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe me lajket kanë punë të ndryshme. Prej tyre janë që merren me shpalljen, prej tyre janë që merren me vdekjen, prej tyre janë që merren me lidhjet farefisnore, me shkrimin, me xhenetin, me xhehenemin, e me punë tjera që Allahu subhanahu wa ta'ala i di. E të gjitha me lajket tham nuk e kundërshtojnë Allahun, mirë po i bindën atij në çdo urdhëresë. Dhe ai që kemi për detyrë, sikur se tham, është të besojmë me besim të përgjithshëm ato që tham që janë krijesa drite me krah, nuk e kundërshtojnë Allahun, përse i bindën, edhe besim specifik për çdo melek, domethënë sikur se na vjen, domethënë Kur'an dhe Sunet, emri i tij, puna e tij, cilësitë e tij e kështu me radhë. Çështja e dytë është se prej me lajkeve ka me lajke që janë të ngarkuara me shkrimin e veprave. Thot Allahu: "Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Thot Allahu që ju keni, thot, me lajket të cilët ju ruajnë, shkruajnë, domethënë edhe e din atë që ju veproni, pra rrin nga dishmëri. Edhe këto me lajket që shkruajnë veprat dhe fjalët e robërve, madje shkruajnë edhe synimin për vepër. Edhe synimin për vepër nëse nuk veprohet. Sikur se na ka ardhur në hadithin e Abu Hurairas se profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, ka thënë Allahu, kur robi im do të veprojë një vepër të keqe, mos e shkruani, thot, derisa ta veproj. Dhe nëse e vepron, atëherë shkruajeni vetëm një vepër të keqe, pra. Dhe nëse ai e le për hatrin tim, thot Allahu, atëherë shkruajeni atij një të mirë. Dhe nëse ai do të veprojë një vepër të mirë, edhe nuk e vepron, atëherë shkruajeni atij, thot, një të mirë. Pra edhe nëse donte me vepru dhe nuk e vepron, shkruajeni, thot, një të mirë. Dhe nëse ai e vepron, atëherë shkruajeni atij deri në 10 fish, deri
në 700 fish. Thot Allahu, pra, në këtë hadith. Çështja e tretë dhe e fundit që do përmendim është se prej me lajkeve janë ato me lajke, është të besojmë, pra me lajket të cilat janë ngarkuar me marrjen e shpirtrave. Tani, ne na ka ardhur në Kur'an se ai që e merr shpirtin është Allahu subhanahu wa taala. Pra, thot Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Pra, Allahu është ai që i merr apo i vdes shpirtrat, po themi, i nxjerr pra shpirt në vdekjen e tyre. Sikur se na ka ardhur në Kur'an se me lajket i marrin shpirtrat. Themi nuk ka kundërshtim midis këtyre të dyjave, sepse Allahu është ai i cili i merr shpirtrat me urdhër dhe me lajket janë ato që i marrin shpirtrat në mënyrë drejt për drejt. Po urdhri është prej Allahut. Pra nuk marrin me lajket nga vetja e tyre, por se me urdhër dhe me caktim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në ka ardhur në hadith të gjatë të Bara ibn al-Azib dhe për të rënë shkurt, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur është robi për të vdek, i shkojnë, do të thonë, i paraqiten atij me lajket, kur është besimtar, do të thonë, aq sa arrin shikimi i tij, janë me lajket, do të thonë që kanë ardhur me qefin prej xhenetit, ke parasysh me gjithë të mirat, edhe derisa i vjen meleku vdekjes. Kur vjen meleku vdekjes, afrohet derisa shkon tek koka e robit, edhe i thot, o ti shpirti mirë, dil në mëshirën e Zotit tënd, në faljen e tij. Edhe besimtari, shpirti besimtari del lehtë, derisa ky e merr dhe ja kalon pastaj me lajkeve të tjera dhe ato e marrin përsipër, domethënë për ta qefinose, për ta nderuar këtë shpirt. Ndërsa shpirti jo besimtarit i vin me lajket në formën më të keqe. Aq sa arrin shikimi i tij, domethënë janë shumë me lajke, këto që paraqiten për të marrë shpirtin e një besimtari ose një jo besimtari. Edhe afrohet meleku i vdekjes. Ai është i pari që, si më thon, ka urdhën me anxher shpirtin, pastaj shpirtin e tij ja kalon tek me lajket e tjera. I thot jo besimtarit, o ti shpirti i keq, dil në zemrimin e Allahut dhe në dënimin e tij. Dhe fillon shpirti i tij lëviz nëpër trupin e tij, derisa ja tërheq, domethënë, meleku i vdekjes, sikurse leshin ferr. Pra që nuk del me vështirësi, ashtu ja nxjerr shpirtin dhe ja kalon me lajkeve të tjera dhe ato e marrin përsipër, domethënë me qefin edhe me rroba prej zjarrit. Dhe ky është domethënë përfundimi i jo besimtarit. Amin, mos qofshin prej tyre. Kaq kishëm nëse ka një pyetje, një paqartësi, një shtesë. Allah shpëlbef. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.